Me emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, shikues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në emisionin Në hijen e Ramazanit. Tema sonte do të jetë ndikimi i gruas në atmosferën shpirtërore në familje gjatë muajit Ramazanit. Për të folur për këtë temë, kemi të ftuar profesoreshen në Fakultetin e Studimeve Islame Besa Ismaili Ahmeti. Nderuar, mirë se erdhët. Mirë se u gjeta, shumë faleminderit për ftesën. Atëherë, cili është ndikimi i gruas në familje, në rritjen e atmosferës së Ramazanit dhe në aspekte tjera? Sigurisht si për burrin si për gruan, brenda shtëpisë ka një plan, besoj unë, para prag të Ramazanit, të menaxhimit këtij muaji, jo vetëm në kuptimin material, që sigurisht është shumë i rëndësishëm, por edhe në kuptimin shpirtëror, sepse ashtu na kanë mësuar pejgamberët, shokët e tij, të cilët me gratë e tyre kanë kaluar pjesën më të madhe të punëve bashk në një partneritet shumë mirëkuptues dhe vlerësues dhe në ibadete, në adhurim. Natyrisht tek ne ka një kuptim selektiv se çfarë quajmë adhurim, përveç faljes, që kemi të bëjmë edhe me gjithë përkushtimin dhe sakrificën e gruas që ajo bën brenda shtëpisë, duke munduar që përmes shembullit vetanak të shërbimeve që ajo e bën, të jep, si themi, mësimet për fëmijët e saj. Edukimi fetar i fëmijëve natyrisht nuk është barë vetëm e gruas, por praktika tregojnë që ajo këtë e bën me një motivim shumë të madh, edhe me një përkushtim, por edhe me një heshi, unë mendoj, mënyrën se si mundohet që atmosferën ta ketë në kontroll dhe ta bëj gjithmonë më qetësuese, më motivuese dhe më shembullore në çdo aspekt. Kujtoj se fëmijët nëse ndërtojnë kujtime, sidomos në familjet ku feja ka rol qendror, ai kanë të lidhura me muajin e Ramazanit dhe gjitha përjetimet që ua servirin, besoj unë, si nëna, si babai, por edhe gjitha anëtarët tjerë të familjes. Si reflektohet ndikimi i gruas në qetësinë familjare? Natyrisht, për të prodhuar qetësi e nënkupton të kesh një qetësi dhe një rahati shpirtërore. Dhe unë besoj që kjo ka një korelacion shumë të drejtë për drejtë, sepse asnjë njeri i cili nuk e ka gjetur qetësinë brenda vetës së vet nuk mund ta prodhoj, është më pak ta riprodhoj. Por se ne jemi njerëz dhe jemi gjithmonë në bashkëveprim me të tjerët. Dhe ai bashkëveprim pastaj përkufizohet në atë që ne quajmë sprova, të cilat kërkojnë durim, kërkojnë mirëkuptim, kërkojnë shumë arsimim dhe edukim. Por kjo nënkupton edhe që kemi nevojë edhe për ndihmën e të tjerëve, sikur që edhe të tjerët kanë nevojë për ndihmën tonë. Unë mendoj që nënat në përgjithësi, gratë e Kosovës, gratë shqiptare, gjitha gratë muslimane, kanë dhënë shembullin e grave shumë të forta, të cilat kanë ditur t'i kursejnë fëmijën nga disa shqetësime, cilat kanë qenë jo vetëm brenda qiftit, brenda martësore, por kanë qenë të lidhura me tërë jetën, madje edhe me jetën jashtë shtëpisë, me jetën publike, politike, vështirësitë ekonomike, shqetësimet e sigurisë, duke munduar që botën e fëmijëve ta mbaj ashtu të paprekur dhe mendoj se ne duhet ju jemi shumë falenderues atyre nënave të cilat kanë dhënë këtë shembull, prej cilit shembull edhe unë personalisht kam përfituar, sepse mbase kur kam qenë vajzë, kam menduar që nënat tona kanë pasur jetën e lehtë, por ja ne nuk e kemi edhe as të lehtë. Kur bëhesh vetë nënë, e kupton që mbase as 1% të rrëfimeve, përjetimeve të nënës nuk kemi qenë të ekspozuara. Kemi parë pjesën më të bukur, më të mirë dhe kjo sot na shërben si shembull për vazhduar dhe për lënë këta shembull për vajzat tona më tutje. Një gjë që mendoj që nuk e bën gruan të qetë, është një farë padrejtësie e heshtur që mbretëron në për shtëpitë tona, në përgjithësi, pa përjashtim, e kam fjalën. Dikun më shumë e dikun më pak, e ajo ka të bëjë me mos vlerësimin e saj, mos respektin ndaj saj. Marrjen e gjitha sakrificave dhe shërbimeve që ajo bën si të mirëqena apo si të domosdoshme, si diçka që ajo duhet ta bëjë. Jo, Islami na mëson ndryshe
që në fakt këto janë vlera shumë të mëdha përmes cilave ajo kryen ibadetin me zgjedhjen e saj dhe se asgjë nuk duhet marrë mirëqenë. Kjo padrejsi e heshtur pastaj shkakton turbullira të shumta emocionale të cilat është e pashmangshme të mos emetohen e të transmetohen brenda shtëpive. Unë mendoj që për te çfarë do ndjesia e drejtësisë, e vlerësimit të gratë, i bën gratë që të prodhojnë të njëjtën dhe thjesht ato emocione të qetësisë, të rahatësisë, të prehjes, të një farë jeshije brenda familjare buran pikërisht vetëm nga drejtësia. Çka do që ka tjetër që s'është e mirë, sigurisht burimin e ka. Padrejësia, mosvlerësimi i punës saj, marrja e mirëqenë, çka do që ajo bën se duhet ta bëj se është grua dhe s'ka punë tjetër. Feja mendoj është tjetër gjë këtë aspekt dhe është në nivel shumë më i perfeksionuar në këtë raport. Fatkeqësisht tek shumë besimtarë gjejmë ngjyrime më shumë patriarkale se sa të natyrës islame dhe fetare dhe pastaj sigurisht që këtu ka një përplasje sepse nuk shkojnë të dyjat. Ju nimizuat në fillim se gruaja shqiptare ka qenë dhe mbetet jetë simbol i durimit, sakrificës, përkushtimit. A mund të themi se sakrifica e tyre në kohën e mëhershme në farë forme ka ndikuar që sot të arrijmë ato frytet e saktuara, se sukseset e saktuara? Sigurisht. Unë mendoj që durimi mbi gjitha, ashtu kanë thënë edhe të tjerët në për libra të mëdhenj, që durimi vjen nga dija dhe për te asaj sa dikush është i shkolluar formalisht apo zyrtarisht, unë mendoj që nënat tona kanë qenë shumë gratë të mençura, prandaj kanë ditur të bëjnë edhe durimin e mirë dhe kanë dhënë shembujt që na kanë lënë për cilat shpesh herë ne i shikojmë aq admirim dhe themi ne si jemi si ato kanë duruar më shumë. Dhe kur themi ka duruar më shumë, unë asnjëherë nuk e kuptoj kuptimin a e ka qenë më nështruar prandaj ka duruar. Jo, ka duruar sepse ka qenë më e ditur son, ka qenë më forson dhe sigurisht ka pasur një qëllim më të madh, më sublim, prandaj ka pasur motivin për të duruar. Sot askush nuk duron nëse nuk e sheh një qëllim më të madh prapa, nga i cili përfiton. Dhe cili është përfitimi i nanave tona në këtë rast? Sigurisht nuk ka qenë përfitimi i kësaj bote. Mundimi i nanave shqiptare nuk është përblyer asnjëherë, madje nuk është mirë njohur sa duhet dhe vlerësuar, por unë besoj që ka qenë pjesë imanit të tyre, besimit të tyre, që ato e kanë ndjerë se janë mirë me Zotin e tyre dhe se shpërblimet e tyre do t'i gjejnë tek Zoti i tyre. Sa vlerësohet kontributi i gruas në familje? Edhe si shoqëri, sa vlerësoj mundin e saj, po edhe si familje? Shikar, ndonjëherë kam frikën se një segment shumë të rëndësishëm Ramazan dhe jashtë Ramazanit e harrojnë kur flasim për kontribute dhe nuk flasim për hise. Kur nuk flasim për pjesën që i takon të është i saj. Jo vetëm kuptimin shpirtëror, le të themi kështu, material të vogël. Ramazani është muaji i zakatit, apo është muaji i sadakas. Dhe shumica e dërmuese grave muslimane nuk mund ta përmbyllin këtë muaj me dhënjet e zakatit. Sako që asaj mungojnë administrimi i pasurisë, e cila në fikun islam është e drejta saj ligjore, apo dhe të drejtat pronësore janë të shejta. Sheikh Shuaib Arnauti, Allah e mëshiroft, ndonjëherë kur flisnim në shaka më thoshte shqiptarët kanë një punë, këtë punë i kanë të mira, sepse kishte shumë admirim për shqiptarët, por një punë e kanë shumë të keqe, që grave nuk ka ndajnë pasurinë. Edhe ndonjëherë ne arsyetoheshim se vajzat rreth ishin po ne jemi të varfër o sheh. A ka thonë Zoti kush është i pasur i ndan apo është urdhër për të gjithë për aq sa ato kanë. Sepse këtu pastaj menjëherë vjen një padrejsi e madhe dhe ajo padrejsi pastaj riprodhon gjëra që sot mbase dikush edhe identifikon që unë mendoj janë simptome dhe pasoja, por nuk janë thelbi i problemit. Gjatë muajit Ramazanit kontributet e grave gjatë historisë kanë qenë shumë të mëdha. Përveç mos të flasim nëse ato kanë udhëtuar deri në Çaba, ato kanë dhënë hajrate të shumta, kanë ndërtuar xhami. Fatkeqësisht këtë nuk mund ta themi sot as në kohën më moderne. Për te kontributet si themi në materiale dhe shpirtërore, unë mendoj që
Hisja saj brenda Ramazanit është një muaj i mirëfillt për ata që kanë besim të sinqert, që të reflektojnë në këtë pikë dhe ta bëjnë atë ndryshim. Ta bëjnë ndryshim jo për hir të grave, por për hir të besimit dhe Zotit, dhe pastaj bereqeti dhe harmonia vjen vetvetiu. Kam lëbuar gjithë jetën time për këtë aspekt, nuk kam qenë e vetëdijshme për te shkollimit që unë kam marrë në studimet e grave, studime feminizmit, letërsi. Mësimet më të mira i kam marrë nga Islami në këtë aspekt, se më kanë dukur që janë edhe më të larta se çfarë do teori e prodhuar nga mendja njerëzore. Prandaj edhe pa përmend sot këtu që kontributi grave nuk është aty që sillet një bazë, si të themi, themelin e japin burrat dhe pastaj shikoni se gratë diçka japin, aty ka një kontribut, jo. Themeli është i barabartë prej të dyve, ka të tillë të cilët kanë uzurpuar, le të themi, të drejta, ka të drejta që gratë akoma nuk e njohin, base edhe nëse në Islam ende nuk janë të vetëdijshme për gjitha të drejtat, të cilat vinë me përgjegjësi, apo jo. Dhe nëse u kanë mohuar këto të drejta, përgjegjësia saj është zbehur, por sigurisht që ka dikush edhe për dhënë llogari para Zotit edhe për këtë padrejtësi. Ne rrisim fëmijë, edhe fëmijët tanë duan të shohin shembuj të jetësuar, jo vetëm fjalë, retorika, predikime, ato nuk na japin efektin e duar. Për shembull, ne gjithë i kujtojmë gjyshin dhe gjyshën dhe mënyrën se si ata bashkërisht kanë kontribuar në furnizimin e shtëpisë, apo punët e kujdiune edhe të bujqësisë. Çdo kush ka një kujtim, por e kam parë se partneriteti ka qenë shumë i fuqishëm në ndarjen e përgjegjësive. Kanë bashkëvepru, ndërsa çfarë do, si themi, veprimi që e mund njërën palë, apo ka një garë mes tyre, nuk i ka këto efekte. Unë mendoj që muaji Ramazanit është muaji ideal, që njerëzit t'i njohin të drejta, t'i njohin përgjegjësi, të hapin kapituj të tjerë, nëse duan të shtojnë adhurimet ndaj Zotit, mendoj se nuk ka adhurim më të madh se sa të përmirësosh një padrejtësi dhe të qelësh një hap të mirë të syneteve të mira të drejtësisë, në këtë rast ndaj grave, ndaj fëmijëve, ndaj bonjakëve, ndaj familjeve të varfra, kujdo që ti mendon se janë më keq se ti. Profesoresh, si qëndron trajtesa e Islamit ndaj gruas, a duhet vetëm të qëndrojë në shtëpi, apo duhet të jap kontribut më shumë shoqëri, në veçanërisht në kohën aktuale që ne sot jetojmë? Unë mendoj se shikoni ne gratë nuk dina mi dallu këto gjana, me thonë, kjo është këtu, ose je atje ose këtu, ne jemi qenie njerëzore, dhe kemi përgjegjësi, dhe kemi subjektivitet, edhe fetar, edhe politik, edhe ligjor, merre si të duash edhe familjar, sepse kjo është jeta e njeriut, por kështu janë edhe mësimet e para islame. Unë për shembull me nënat e besimtarëve kur kam mësuar për jetën e tyre, nuk e kam parë se ato kanë qenë të vlerësuar apo thjesht është ndryshuar vetëm një segment i jetës së tyre. Nuk kam mësuar vetëm për marrëdhënien e tyre me pejgamberin alayhis salam, apo vetëm për punët e shtëpisë, apo vetëm dikush që ka qenë vetëm pjesën e jashtme. Mendoj se njerëzit, gratë në këtë rast, mbi gjitha duhet ta kenë lirinë e zgjedhjes. Nëse ajo e ndjen veten më mirë dhe më kontribuonse jashtë, brenda, ti kombinoj të dyjat, një ditë ti lë të gjitha, në rregull jemi, sepse prapë po kthehem te ajo që po thoja, që këto nuk janë obligime, nuk janë farze, por janë pjesë e zgjedhjes saj. Qëllimet që ajo i pastron me veten saj, pse i bën ato? Dhe nëse ato i bën për një të mirë më të madhe, të gjitha janë të arsyetueshme. Edhe qëndrimi në shtëpi. Nëse ajo e vlerëson se kështu është më mirë dhe po bën një punë më të mirë, në rregull jemi, sako që është zgjedhja e saj. Nëse dikush mendon që edhe në shtëpi, edhe jashtë, në rregull jemi. Por ajo çfarë nuk është në rregull, është faktorët e vrasht të jetës publike që bëjnë vendimarrjen e saj të vështirë. Për shembull, nëse ka një grua që do të punoj, por që është e shkolluar, por që për një arsye apo tjetrën ka të një vështirësi, qoftë diskriminim ligjor, qoftë vështirësi sigurisë apo udhëtimit, e këto faktorë pastaj mendoj të gjithë shoqëria do t'i trajtojë dhe t'i largojë, që t'ia bëjë zgjedhjen asaj më të lehtë, nëse ajo dëshiron ta bëjë.
dhe njerëzit duhet lihen të lirë. Nuk mendoj që ka këtu një rigjiditet në kuptimin që për çka e përcaktuar rre aty tani jetën, jo. Unë një shumë gra gjatë historisë që kanë bërë një jetë fantastike dhe super dinamike në publik dhe në një periudhë të caktuar kanë thënë mjaft. Unë bëra mjaft dhe ka gjetë qetësinë dhe rahatin në shtëpi. Dhe di edhe anasjelltas. Dhe krejt esenca e diskutimeve është që vendimarrja është e saj, ndihma duhet të vijë nga shoqëria dhe nga rrethi. Normalisht që gjithmonë ka kompromise, gjithmonë, nuk është as pak e lehtë, as njëri vendim, as tjetri, por se përshkajnë familjet për të ndihmuar dhe jo për të vështirësuar, besoj unë. Profesore, shqiptari më uaj në bekuar të Ramazanit. Në këtë rast, sa ndikon në aspektin e motivit ndaj gruas edhe ndihma e anëtarëve të tjerë familjes, qoftë në kohën e syfyrit, qoftë e iftarit, apo që mos krijohet një koncept që duhet presim e pastaj në fund të gjejmë të gatshme të gjitha. Sa ndikon aspektin e të paktit motivit? Po kthehem te ajo sa di njerëzit. Dhe ndonjëherë unë e shoh edhe bashkëshortin tim i cili mundohet në Ramazan të shërbej dhe thjesht me që jetojmë banesë nganjëherë më duket që po na pengon edhe i kthejmë largo, por ai e ndjen thot po pejgamberi alayhis salam e ka bërë pse mos më bëhen. Nëse Ebu Bekri ka bërë pse mos e bëhen. Nëse ata në Ramazan kanë një lëdhin, kanë qep, kanë bërë ushqime, pse nuk e bëj unë. Varet nga qëllimi që njerëzit i bëjnë gjërat. Por se ndihmesa ndërsjell i bën ata më produktiv për një punë tjetër. Derisa një grua le të themi ngulfatet, mos them si enlar se në kuzhinë dhe të tjerët bëjnë ibadet, nuk mendoj se kjo është ajo për çka na mëson Islami, sepse ibadetet në Ramazan janë të përbashkëta. Edhe lutjet e natës, edhe teravit, janë aktivitete familjare dhe për të angazhuar gjithë familja në një aktivitet adhurimi, unë besoj që gjithë familja duhet të angazhohet në kryerjen e këtyre punëve, të cilat u shërbejnë të gjithëve, dhe këtu duhet gjetur motive dhe nuk duhet rënë prej narrativave patriarkale se çka është për burra, çka është për gra, çka është për fëmijë, çka është për vajza, çka është për djem, sepse puna fisnikron, nuk fisnikron vetëm gruan, fisnikron të gjithë pa dallim apo jo. Dhe kështu na kanë mësuar të parët tonë dhe unë mendoj që ata të cilët e duan këtë fe, duhet ta njohin në tërsinë e saj dhe të ndihen për krenar për secilën punë që ata e bëjnë për hir të Zotit dhe të fesë të tyre. Pra, ju pohoni se në këtë rast dhe pejgamberi alayhis salam pse ishte i zgjedhur i Zotit, i bekuar i tillë, niveli është lart, pra ai mori pjesë për brenda familjes. Ai bënte punën më të madhe në fakt, se s'po mund ta them. Ai ka bërë punët më të mëdha. Dhe mbi të gjitha ajo që e parapëlqej kur e lexoj është se nuk ka gjetur vërejtje. Jo, se gjithmonë ka qenë ndoshta i kënaqur me gjithçka që ka pa në shtëpinë e tij, apo në përgatitjen e gjellave, apo në kuzhinë, por ka dhënë shembullin durimet dhe të pranimet, edhe atëherë kur diçka nuk i ka pëlqyer, do thotë ka qenë. Po, të ushqimi ndonjëherë kur s'ka qenë nivelin më të mirë të mundshëm. Këtë dashta me dal, sepse ne shohim se kemi nazeli aty këtu, por nëse nuk ka gjetur nazën një pejgamber i Zotit, sallallahu alaihi wasallam, nuk mendoj se dikush është më i arrir, por kjo tregon vetë edukim, vetë menaxhim të zemrimit vetanak, të veseve që nuk janë të mira, dhe prandaj edhe ne themi xhihadi më i madh është xhihadi me vetveten, kur njeriu ndonjëherë i përbin hidhrimin, e përbin si themi atë egon, kuptimin që të reagoj se unë e kisha të drejtë dhe të mirë, për një arsye më sublime, gjitha këto ka të bëjë me karaktere dhe personalitete. E kuptoj plotësisht që në periudhën kur ne po jetojmë, të menaxhosh zemrimin, nervozën, dëshpërimin, është gjë shumë e vështirë. Por le të jetë muaji Ramazanit muaj që na ndihmon të vetë edukohemi dhe të ndihmojnë të tjerët. Të gjithë kanë një rrëfim të vështirë jetësor, për cilin pak dim ndoshta, por që duke ndihmuar të tjerët ne po ashtu duke bërë shoqërinë më të mirë, rrethin, familjen, duke hequr gajlen dikuj, ne po ashtu lehtësohemi edhe vetë dhe shpresoj që të arrijmë të një shoqëri që është më e mirë se kaq. Që
nga një familje që fare hyp në islam të dalin në një familje më të mirë, kur të kryhet islami dhe kështu, kur të kryhet Ramazani ndjes, dhe kështu tërë shoqëria, une e kam atë ndjesi që e vogël që Ramazan, Kosova hyn e mirë, por del më e mirë. Edhe kushdo që kontribon në këtë pesazh që është shumë i madh dhe ka çet shumë faktor, madje faktor janë edhe njerëz të feve tjera, edhe fqinjet tonë. Ne duhet ta vlerësojmë dhe duhet mundohemi që të kthehemi në binaret e njerëzillokut mbi gjitha, që të jemi më tolerant, më të hapur, më shpirtbardh dhe më pak konspirativ mundësisht. Profesoresh, a mund themi se prapa një familje të suksesshme të ngritur qëndron pikërisht angazhimi, kontributi, këshillat e vazhdueshme të një nëne, në këtë rast e gruas? Sigurisht që po, dhe jo vetëm të një gruaje, janë shumë gra që përkujdesen që edhe fëmijët e tyre kur dalin jashtë shtëpisë të gjejnë një rregull. Ai rregull nuk ndodh vetvetiu dhe nuk mund ta bëjnë vetëm gratë, e bëjnë gratë dhe burrat. Do thotë pavarësisht idesë që ne brenda shtëpisë e bëjmë parajsën tonë të vogël. Çdo kush e bën, apo? Dhe shqyr Zotit që kjo parajsë e vogël nuk është varë gjithmonë prej resurseve materiale, po prej atyre shpirtërore. Por ama ne kemi përgjegjësi për te pragut ton, kur fëmijët tanë dalin në rrugë, kur fëmijët tanë hecin, kur vajzat tona lëvizin, të ndjejnë veten të sigurt, dhe kjo don pastaj një angazhim për te komunitar, për te familjes. Dhe sigurisht që gratë të cilat e menaxhojnë mirë shpinën e vet. Unë nga përvoja a them, ka më shumë se 30 vite që merrem në angazhimin e gruas. Gratë të cilat e menaxhojnë mirë shpinën e vet, janë gra shumë të mira që menaxhojnë komunitetin, mahallën, shoqërinë, sepse atë mirë që ato e shijojnë, dëshirojnë ta riprodhojnë. Gratë të cilat kanë jetë të vështirë brenda shtëpisë, që përjetojnë padrejsi, që përjetojnë dhuna, çfarë do forme, ato edhe jashtë pragut të shtëpisë janë barë për shoqërinë dhe kanë vështirë të prodhojnë të mirë publike, prandaj shoqëria ka obligim ndaj saj që ta rikuperoj, reintegroj, në mënyrë që shoqëria të ecë në tutje. Profesoresh, në kohën që po jetojmë natyrisht se shohim edhe ndonjëherë divorce që ndodhin në numër të madh. Cila është këshilla juaj në këtë rast për çiftet në përgjithësi? A tjetë opsioni i parë divorci apo të mundohen të gjejnë zgjidhje për ndonjë problem të caktuar i cili nuk meriton përfundojmë me divorc? Po. Kjo është një temë që e kemi diskutuar shumë gjatë. Është një nga ato tema që vetë Zoti thotë të domosdoshme, por jo të dashura. Unë mendoj që përpara se të flasim për divorcet, është mirë të mendohemi për martesat, për qëllimet dhe për mënyra se si realizojmë ato. Të kuptojmë që martesa është kontratë, me gjithate, dhe që vetëm individet e pjekur që arrin të njohin veten dhe din pastaj cili është partneri i tyre, prodhojnë, jetojnë në martesa të lumtura, të mirë të administruara, pa padrejsira, pa gjuftë të pahishme, mos flas për dhunën dhe gjërat të tjera, sepse në fakt divorci këtu është rezultat e martesave jo të mira, i një keq edukimi, i pritshmërive të cilat nuk janë mbase reale, dhe unë e kam parë se në Bashkinë Islame të Kosovës, imamët kudo, po bëjnë një punë shumë të mirë në kuptimin e sqarimeve dhe një farë vëjdisimi, sepse pas luftës në Kosovë vërtet është rritur numri i divorceve, por është rritur edhe numri i dhunës në familje, edhe është rritur numri i fëmijëve të braktisur, dhe është rritur numri i familjeve të brishta, ne themi, të cilat nuk janë të qëndrueshme, dhe unë uroj që në muaj sikur këta, të gjithë të mendojmë dhe të ndihmojmë të tjerët. Sigurisht që këshilla, konsultimet, që shikoni, ka atë shumë segmenti këtu. Tash edhe kur flasim për divorcin i cili ndodh, pyetja që pak e shtrojnë të tjerët është çfarë ndodh pas divorcit. Po. Edhe cili është përkujdesi ndaj gruas. Sipas Islamit ka obligime financiare, ligjore, morale, të cilat i shohim se njerëzit nuk i plotësojnë. Mandej
për te asaja çka unë e kam vrejt dhe më dha më shumë është madje edhe familje, le të themi çifta të cilat njihen si praktikues të Islamit, edhe pas shkurorzimit, shkurorzohen me të njëjtat karta që shkurorzohet çfarë të familje, le të themi patriarkale, pa përkujdesje, pa respekt, pa duke bërë një ndarje kështu të padinjitetshme, dhe mendoj se këto pastaj keni punë ju si thirrës të fesë të sqaroni disa gjëra, sepse nuk janë as pak në rregull. Rritja e numrit të divorceve, rritja e këtyre fenomeneve në shoqëri, sigurisht është prodhim i shumë faktorëve, por nuk është asnjëherë vonë që të fillohet të trajtohet ato një nga një. Po, profesoresh, jemi në fundin e misionit. Këshilla përfundimtare për familjet tona në këtë rast që të jetë një muaj me veçantë duke bashkëvepruar me shumë njëri tjetrin. Unë mendoj që ne kemi shumë arsye për të qenë shumë të lumtur që po e presim një Ramazan në paqe, në liri, duke parë luftrat dhe zullumi që është shtuar terrori kudo në botë, dhe kjo është e para. Dhe e dyta e që të mundohemi ta shijojmë sa më mirë, që të lutemi për njëri tjetrin, të mundohemi të ambjellim dashurinë për Ramazanin fëmijëve tonë, ashtu siç ne u dashuruam Ramazanin nga veprat e prindërve tonë, apo jo. Dhe unë sicilës familje kosovare i dëshiroj një Ramazan shumë të bukur, që ta mbajnë mend për të mirë dhe që Ramazanin tjetër të kalojnë akoma më mirë. Unë nuk e di, të gjithë kanë emocione, besoj, po për te emocioneve, Ramazani dhe adhurimi ndaj Zotit nuk janë emocione, janë veprime. Edhe ai veprim don leadership, don vendosshmëri, që kur vendos ta bësh një drejtësi të qëndrosh në të, dhe pastaj unë jam bimë gjatë punës sime dhe gjatë asaj që kom patë të tjera që ata që qëndrojnë, ata edhe fitojnë. Profesoresh, falenderoj shumë për angazhimin tuaj mbi këtë temë, Zoti ju shpërbleft. Faleminderit shumë. Faleminderit. Shikues të nderuar, me kaq përfundon emisioni sonte. Deri në takimin e radhës, paqja e Zotit qoftë mbi ju.